Mirë se vini në kantierin e Qendrës Kombëtare Kulturore të Fëmijëve. Qendra goxha bina, bukur shumë. Është 9 kate për kulturë, fëmijët, rreth artistike, gjithçka. 7000 metra katror, funksionale për gjithë aktivitetet e mundshme të gjitha moshave të vegjëlve. Kjo diferenca këtu e ngjyrës betonit? Po. Diferenca është edhe në faqet fasadës, fasada është kemi një tipa që është e pjesë. Po do shkoj ashtu. Edhe brenda, po. E brenda do jetë e dukshme. Se ka pasur shkallëve. Ajo nën. Ajo nën është kështu. Kjo ngjyrë. Do jetë si kjo, jo si ajo e bardha, jo. Po, kështu. Përshëndetje. Pas ka marrë formë, Pas ka marrë formë. Sipërfaqe e jashtëzakonshme, shumë multifunksionale, me shumë hapësira, me aktivitete që mund të bëhen në mënyrë simultante, edhe këtu dhe lart dhe në terracë. Është më shumë teknike, kjo do të dorë edhe për publikun, do ngjitemi live, ku mund të shihni live është skena, do shohim live. Projekti është belg i XDGAS me një partner shqiptar. Projekti është shumë interesant, por është edhe shumë sfidues. Është nga ndërtimet më të vështira, më komplekse. Sidomos pjesa teknologjike e skenës, edhe fakti që skena ka dy funksione, dy përdorime, dhe brenda dhe jashtë, me një portë të madhe e cila hapet për nga parku. Spektakolare. 370 vende, por meqense është konceptuar që të jenë dyshe, familja mund të jetë për shembull nëna me 2 fëmijët, dhe mund të nxjerrë më shumë se kaq, gati 3 fishin. E këtij numri kur janë fëmijë. Do ketë një amfiteatër, do të thonë ai e mundi që sot është shumë që është natyrisht i madh. Do mbushet deri në portën në këtë nivel. Po. Portën e skenës, pastaj në një skenë është platformë. Ajo do vi deri këtu, domethënë. Do vi deri këtu, dhe do ketë të shfaqje jashtë. Tani përfundon karabinaja, pra në fund fare të betonimit të sëlitës fundit. Në katin lart mbi skenën kemi një auditor që mund të përdoret paralelisht për shfaqje të vogla, për prova dhe hapësirat e tjera do japin kësaj qendre edhe mundësinë për të bërë paralelisht kurse, piano, balet, skulptur, pra dhe një kohësisht mund të bëhen dy shfaqje paralele, pra dhe këto. Kur pra shikohet të përfundoj? Tani si ndërtim, se Kjo është ndërtimi është komplicate. vetë dhe skena ka ato vështirësitë e veta deri në përfundim, pritet ta përfundojmë deri në fund të vitit. Kurse që të jetë funksionale bashkë me instalimet, ndriçim, audio dhe gjitha, deri në pranverë të vitit që vjen. Sepse paralelisht duhet bërë trajnimet e stafit, pra këtu me për masa të tjera. Këtu sfida është krijohet stafi komplet, sepse kjo nuk mund të jetë Ne këshilli drejtoresha e re e qendrës së QKKF-s që është zgjedhur me konkurs nga Këshilli i Ministrave dhe kemi shumë besim që po punon shumë mirë. E po kjo është tjetër gjë, kjo. Shumë e madhe. Kjo është tjetër gjë. Po bëjmë kemi bërë një plan biznesi dhe për menaxhimin dhe shtimin e organikës, sepse duhen të ditë fishë. Jo, po këtu është tjetër gjë fare, po kjo është edhe shtimin e kurseve. Kjo do gjithë llojet e kategorive dhe do vërtet mësues. Do me thënë mësues të arteve të bukura, mësues të skenës. Institucioni mirëfillt, arti, kulturë, edukativ. Edhe do njerëz të dedikuar, edhe njerëz të mirë paguar. Pastaj do dhe aktorë, do regjisorë, do kjo është qendër europiane, kjo nuk është më teatr. Me madhe janë në Ballkan absolutisht, por në mos të rajon. Ballkani nuk ka si kjo. Po
Edhe duhet që tani filluar kontaktet me qendrat si Motra, që janë, unë kam folë pak edhe me suedez, me spanjoll, me këta, që i kanë këto, filluar kontakte, se duhet kete program ndërkombëtar, kjo nuk mbahet do të kjo me program vetëm vendas. Është e pamundur. Ndërkohë nga ana funksionale do fillojmë që themi dhe brenda vitit një pjesë e stafit dhe gjithë strukturat të futen dhe të ambientohen me mjedisin, pastaj pranvera do jetë vetëm për pjesën e skenës teknike. Pastaj teatri kukullave si do vazhdoj pjesën e teatrit kukullave. 80% do alokojmë këtu sepse dhe teatri mund të bëj shfaqje këtu. Po, mund të bëj shfaqje, po edhe atje mund të vazhdoj. Lokacioni kryesor. Po. Se atje është Se kjo duhet kaloj në një nivel tjetër, kjo nuk dhe, kjo... Në moderne do ketë qasi tjetër, sepse skena atje mundin për shumë gjëra, megjithatë teatri do vazhdojë. Edhe për mosha më të mëdha, këtu për një numër më të madh pjesëmarrësish. Kjo duhet shumë bërë, artistë. Do jetë thjesht teatri, jo ashtu siç e Dhe përdorim. kjo kërkon edhe një kombinim shumë të mirë me Ministrinë e Arsimit, me shkollat, në mënyrë që gjitha ajo art e zeje ta ketë këtu si tempullin e vetë, domethënë që këtu të vinë ata më të mirë, të bëjnë konkurse, të bëjnë shfaqje, të bëjnë festivale. Të gjitha programet po jepet tani për interioret, për gjitha detajet, finiturat. Po është madhështore, ha? Po, është spektakël kjo. Skena për herë të parë është me rotativ, mund të lëvizet gjatë gjithë kohës, brenda dhe jashtë. Edhe është shumë high-tech që të jep mundësinë të bësh edhe gjëra edhe për të rinj, jo vetëm për fëmijë. Edhe është punuar mirë. Është punuar mirë. Kush është inxhinier? Kush është krye inxhinieri? Keni bërë punë shumë mirë, realisht. Tani duhet me mbajt këtë... Ne jemi në bashkëpunim me supervizionin, me projektuesit gjatë gjithë kohës. Nga qenë se supervisioni dhe projektimi... është punë e vështirë, është shumë nga të rruma. Të gjitha këto betonet do t'jenë fachavista dhe do lyen me një primer me bazuj që të mbrojnë edhe t'japin dhe një... Paka shumë ajo do jetë gjëja, paka shumë. Dy lukat e shkallëve janë me... E kanë bërë në kontrast ata. Janë me qimento të zezë. Edhe gjitha shtresat e dyshemes janë me ngjyra. Këtu kemi rozë, sipas... Po këto? Kjo do jetë kështu. Vetëm do lyhet me një primer me bazë uji, që për mbrojtje dhe mos ekspozim ndaj Domethënë të zeza do jenë këto dyja. Po, vetëm dy nuk. Këto do rrinë kështu. Gri. Shumë. Ekstravagancë e madhe. Po poshtë çfarë materiali do jetë? Kjo është me dysheme betoni me ngjyrë. Kjo e ka më rozë dhe është i rashinuar. Është si ajo... Me guralit. Tani bëjmë për çdo betonim, ne bëjmë mosa dhe marrim aprovimin edhe nga supervisioni edhe nga projektuesi. Po, për pjesën e gjithë instalimeve të brendshme, ato që janë... Të gjitha implantistika është në rregull, kemi aspirimin... Jo, e kam fjalën që si, apo do duken kështu. Po. Edhe do mbulojmë me tavan varur në pjesë... A, do ketë tavan varur? Patjetër që është i alternuar me lloje të ndryshme. Në ca vende është me sulmgjer, në ca vende është me gila inoksi, ka të ndryshme. Ka tavan varur, se këtë desha me pyet. Patjetër. Në këto pjesët që s'është... Janë vizibile... Qartë. Për herë të parë do kemi edhe i punishte në fund, ku do shërbej jo vetëm për qendrën dhe për teatrin, ku do bëhen kukulla dhe rekvizita, po mund të shfrytëzohet nga gjithë të rinj, edhe studentë akademisë arteve. Një kat është, ju e dini më mirë teknikisht që do përdoret magazinime, do të thënë ka hapësira pafund që mund të... Jo, po kjo është gjigande. Është fabrikë? S'ka pas asnjë punishte të tillë. Ka dhe katin minus që do jetë po ashtu në funksion të arkiva, magazine gjë. Ka një pjesë të platformës, që është e lëvizshme, që nëse ka shfaqje të madhe skena zmadhohet, ndërkohë për shfaqje më të vogla shtohet numri i karrigeve, pra do jetë portabël. Ndërkohë kjo është ajo mbi auditorin pastaj, kjo është si branchë në kat lart. Po. Në katin e 5. Këtu do janë sa Po në finale fare tavani është me ka dritë nga lartë? Po. Është i hapur. Është Historinë vetë, domethënë, nga inxhinieri.
Ajo është Kjo tjetër këtu është pjesa e pasme nga parku. Nga ana inxhinierik ajo është histori në vetë. Këtu është pjesa e pasme. projekte kanë dhënë që do të bëhet me një platformë të lëvizshme, Po, që hapet aty. histori në vetë. Po. Ajo është shkencë në vetë. E bukur ta thush, po shu do bëhet pjesa tjetër apo vetëm ajo do rri ashtu? Ajo do vishet. Jo, po kjo muret apo se i pyeta dhe gocës para. Muret do rri kështu siç janë. Do bëhet termoizolimi, Po hidroizolimi. do bëhet ashtu. Si ai më Jo, bën nuk do nuancët. duket fare ajo. Ajo do duket se Po do- të dy faqet e Një refleks e ka, se këtë me vrima, edhe një refleks Jo, e ka po, të brendshëm. ato me vrima janë vetëm në pjesën ku janë vetratat e aluminit, Janë kurse dy pjesët tallësore të fasadës, kjo dhe ajo që janë kallkan, do bëhet me atë veshin të nduluar. po shumë spektakolare është. Që këto fashatura decentimishe janë duke. Shumë spektakolare është. Edhe do jetë shumë imponuese. Tani këtu kemi edhe në portën e lëvizjes që hapet si portat e garazave, hangarëve të avionit. Që është 30 metra gjithë gjatësia dhe hapet komplet si portat e hangarëve të Ka avionit. pak edhe si ato kështellat e vjetra që Kemi një që këtu, ndahesin. kemi edhe E ke dhe andej, po, e ke dhe andej ato, po. Po pjesa e bibliotekës ku i bie tjetër përse këtej më duket. ja siç është vizatimi atje. Kjo është majtës biblioteka gjashtë. Po, duhet bëj një rigjenerim në atë zonën aty.